kryesisht kanë qenë raste që kanë biseduar për rrjetet sociale, kanë fol, kanë dhënë konflikte të ndryshme, kanë pas fjalë edhe konfliktet e tyre i kanë zgjedhur momentin që janë taku. E takimi me tyre ka qenë në shkollë. Nuk është që gjithmonë fillon problemi në shkollë, ata problemi fillojnë te shtëpia, e mandej i zgjedhin në shkollë. Problemi është prindrit, që nuk i marrin mi kontrollu fëmijët e tyre. E ki obligim sikur prind me marr me kontrollu me kanë po bisedon. Çka është të bëj fëmia jot? E ke dhënë telefonin se i duhet, në rregull, po dije çka është të bëj fëmia jot. Nëse ban me përmend një shembull, ne kemi pas një rast në shkollë ku një fëmijë gjatë orës së një mësimdhënëses biologjisë, që nuk dua ta përmend me emën, quhet edhe flet fjalë shumë banale, edhe mësuesja në këtë rast që është shumë e vështirë me qëndru para klasës t'ju përmend ata emra, e ka udhëzuar me dalë për orës mësimit. Na nuk kem drejt me largu nxënësit për orës. Ajo s'ka pas çfarë bë tjetër, me thon diçka nuk mundesh. Me godit leqës lejohet, pas nuk e udhëzoj kërkan, as nuk e tham kërkujt, as nuk e bën kërkosh. E ka largu për orës. Edhe çka do që ka ndodh, atë moment nuk ka qenë drejtori në shkollë. Besom ka ardhur një familjar i tina, me aq nervoz, me aq arrogancë, nuk di ka çfarë po bën, hyp ke shkollë zbret ke ku është ai. Ai kishte ardhur me rreth drejtorin. Nuk kishte ardhur me fol, as me gjetë problemin. Edhe besom, me sa kum pas zonjë kum bërtit. E thash nalo. A e din tash çka ka bë fëmia jot? Ai kishte ardhur me rreth drejtorin, s'ka ardhur me bisedu. Me gjestet e tina, me gjendjen e tina të stërë nervozune, kishte ardhur me rreth. Thash a e din çka ka bë, tregova, ai ka fol fjalë banale që ka fol. Thash nëse na i thojmë diçka, është e pamundur të merret për nxënësa në klasë. Me qit jashtë, s'po më shumë për juve. Çka me bëna si mësimdhënësa? Edhe sinqerisht kështu i thash, hajdeni. A u ndi turpnumblet paktën? Tani, thash, hajdeni. Çka jem na mësimdhënësa, thash, a kemi orë kaq poshtë? Thash, na po e lirojna shkollën, edhe po ju kthyerim juve çka po bëni. Hajdeni provani marrni një orë mësimit me këta nxënësa. Nëse kemi orë kaq poshtë, s'ka gojle. Provane jo, e atëherë kena mujt me gjiku njëri tjetrin. Sigurisht i fillojmë u qetësu edhe me fillu me pyetje çush mja bane kështu. Na kena prind që i thonë ti kush je ti me prek djalin tem, me prek vajzën tem. Edhe sigurisht që ky fëmijë nesër ka më bë bas në shkollë, s'ka kush e prek ata. Edhe tash e keq është se secili është më bas se tjetri. Absolut.